Dhe Naimi tha, o vra shkëllëzene. Shkëllëzene Elmia, Fatmiri. E këm po shlema, këm po gjymtyr trupit, mushni, këm po gjithshkar, qasaj rrugë, gjak. Në një prej ushtarëve që qeben, ka dash me acit shkëllëzenit, dhe Ramushi thot, përshka qebe, thot pjaqes, mës mira dhau drejt në trup, ma e qeben se të vynë. Ramushi ka lyp, kush është djallë hastrejte dhe mbajtës i familjes, me vda onësh. Tha, une me vlazin të mitë këmë najta petë qëtu. Masi kemi mri me dalë në një farë lugine prej fshatit, edhe ardhë Ramushi është ardhë me një grup prej pjesës që na ishim damë, sa ditë që si na parë në veti. Jemi taku në qëtë lugin, jenë po me Shkëllëzenin, me Dautin, jenë bo bashkë. Edhe tamam të folë, për të folë në veti, ardhë një djale ka thonë se vra Hasim Misini. Misin baba, i misin kesë, Hasim Halili. Edhe ku vra e kalzonë pjesën si pjesë, edhe Shkëllëzeni ka thirë që tha grupin e zhelave, tha dhe të bohem gati. Unë e kom pasi qonë të vogël me fishek, për pas karikatarve e kom shti që të në gjep që të për qonë të vogël, edhe ju kom bashkan gjithë grupin. Të pa volë kur gjo. E minisa është pati madhë për i maznikit më shku për pjetë. Në konë edhe Ramushameti me Fadilin edhe me Ademin, Adem Beken, Luan Qërimi, Luan Nimoni, Besimi, Fatmir Nimoni, Naim Qërimi, Ardian Malam, Leci, Zhuja, Minisë për pjetë. E ku jemi shkun në atjerë në farë podi, jemi bo bashkë edhe kem nisë me ecë asaj rrugës, që shikon ato rrugë të kjerave, në drejtem të Hasimit. Informata tjetër ishtë se kanë fillu lëvizjet për më shku ku jenë konë ato vërbutojat civil të koncentrumat, ja? Jenë ka shkojnë forcat veç jenë ka i rëthojnë në atë pjesën edhe jenë ka rëzikohen civil. Sa me thonë kemi hecë në thërë vije edhe thash Shkëllëzeni ju 3 mu zhujse dhe lecet. Do këtë me dalë, e kam pas një push më të gatë, ma në qëtë kra. Dhe na kemi vazhdu të hecë, qështu aty në rrugëve, dhe i sa kemi taku me shtëpiat e para që ushishin prej Sneltit. Shtëpiat e para të Bardhanicit. Po ishim largë prej shtëpia, për sa ushishin më sy kështu. Dhe po një levizjet të shfernume në prej pashtë, atje prej ushtarëve sërë. Po të njëtën ko, që shdojnë ato për lugjet në për ato malet tona, një pizgaver, e kishim në një distancë që luftajshim me pizgaverin, për s'kishim në mjetë që më ishim i bodam atinaj. Do më thonë krejt mranda në malë, në qëtë lartësi. Edhe ato gjujtje kishe vazhdimisht, edhe na i gjujshim edhe ata na gjujshin. Po në prej qëti pozicionit ku na ishim, veç një që më thonë, një preventiv, me marë se me rreziku nuk më ishim se s'kishe vi zjarë i këmundësh me e godit. Dhe i këm dhej një zhurëm që ka ndodhe shpejt e gjujtjes, që u kun një farë zhurëm e rept, shumë e rept. Edhe ma vonë kanë pushu armë. Edhe faktis që kanë pushu, atë na kemi fillu të utërje ka dole. Më këta 2 djemët, edhe kemi dole atjen si përfaqe në altë. Kem taku me Naimin, Naim Qërimin, dhe Naimi tha, o vra Shkëllëzeni. Shkëllëzeni Elmia, Fatmiri, se në më shumë më theshëm në amnat babë, Shkëllëzeni Elmia, Fatmir Smajli, edhe Luani i Plagu. Luan Nimoni. Atër kemi vecë me zhujen poshtë, dhe më thonë, në vijen ko jenë konë djemë tanë, jemi shku dhe i të vende,
edhe kemi ecë ashtu gjurmëve, kemi ecë poshtë, veç ka dale. O konë pranverë, atë dushki i mbledhën, dushki i bungit, ishë i mbledhën ashtu, e krejt ishë i levizën, do më thonë ka pas njerës shumë. Po foli për, se nuk këm shku ka pjesa ku ata veç kanë bo levizën në sërbë. E këm po shlema, këm po gjymtyr trupit, mushni, këm po gjëshkar, qasaj rrugë, gjak. Edhe i kemi gjetë një lese, qëso lese për transport. E kemi marrë qatë lese më gjitë për pjetë. Këtë vend ju kalke, se tash janë gjujtë edhe me topat dorë, se me ato tash, ajo nitroglicerina e djeg vend. Në për ashtu, nuk kesh flakët madhe, po t'ju djeg po, mali. Edhe atër është kjo ballafaqimi me këtë realitetin, me humbin e djemve dhe u takojshme me mas pore me vllazën, atër edhe me shokë, që nuk ish ka dhaj bashkë për kur një. Është ajo që e kanë përmendë disa herë, kur jenë Varros, në një prej ushtarëve që qeben, ka dash një acit shkëllzenit dhe Ramushi thot, përshka qebe, thot pjaqes, mës mira dhau drejt në trup, ma e qeben se të vynë. Po edhe mas jenë Varros, o dash me mlu vendin ku jenë hi shkëllzenit e Fatmiri, mës me u pa, se gjurëm se i hekshin trupat e burrave të vranë. Atëherë, o bo një rasht, po ashtu një rasht. Dhe Ramushi ka lyp, kush është djallë hastreti dhe mbajtës i familjes, me u da onësh. Dhe me largu prej qësaj vije, se mo nuk ish fundi, si mas zhvillimet që u bo, ish fundi i se cilit, se s'kishe mo ku me shku. Tha, one, me vllazin të mitë këmë najta për qëto, ju me marrë edhe me unis, me pështu lo. Jo nis me qatë lese që e kena që më zhujën, e ke marrë lonin, dhe na kemi najt atë. Po, rrugës, loni veç ka ndru jetë, ajo rruga se në këthy një pjesë, nuk e këthy aslani, kur nuk e dim për ta. Po, nuk kam rri me rezistu loni, ka thonë, është Varros në bjesht strelcit. Për një moment, atë që shë i hup edhe ndjenja, nuk e din asë që ka me ndodhë. Nuk e din edhe për sëtë, nuk e din që ka me ndodhë nesër, po situatën ku e mi kona, me të vra që tha djem, atë që i kishë mburoj, që me pa prakshem ishë në ta. Dhe me thonë një konë, djem që ta kanë thonë besimin, ta kanë thonë gudzimin, ta kanë thonë kurajën, kur të rëzohen ata, kush për jetë për mas. Këto është ajo forca e familjes, e trungut, që edhe në qatë situatë me vrasin e shkëtzenit, ka ditë me majtë, Ramushi ka ditë me majtë edhe, i ka majtë edhe tjertë, veç vetën, po i ka majtë edhe tjertë, sa i të qëndrimi Ramushit ishtë të më thënë se edhe për tjertë.